I ftuar në emisionin Debat në Shenja, kandidati pavarur për komunën e Vrapçishtit Zulhajrat Demiri, mbështetur nga Vlen dhe ASH e Zjadin Selës, deklaroi se reduktimi i ujit në këtë komunë është pasojë e dështimit të pushtetit aktual, që për 2 mandate radhazi nuk arriti të sigurojë të pijshëm për qytetarët. Demiri theksoi se kur gjendja bëhet alarmante dhe e papërballueshme, kryetari i komunës ka zgjedhur një zgjidhje kreative, të cilën sipas tij e ka shpikur vetë dhe e paraqet si investim të vetëm për fshatin Gradec. Që nuk u tregojë të qytetarëve që ai ujë prej bazenit i cili inkuadrohet në gipat edhe në rrjetin e ujësjellësit është jo i pijshëm dhe është në dëm të qytetarëve. Unë kam edhe një dokumentacion këtu nga institucioni i shëndetit publik i cili ka dalë me një konstatim për ujin e fshatit Gradec i cili nuk është i pijshëm. Ndërkohë, kandidati AKI-s për komunën e Vrapçishtit Sen Shabani mohoi pretendimet e kundërshtarit të tij, duke thënë se nuk ekziston dokument zyrtar që vërteton se uji në fshatin Gradec është i papijshëm. Ai deklaroi se dokumenti në fjalë është i falsifikuar nga një hoxh nga fshati Dobërdoll për qëllime propagandistike. Që janë korrekt, e kam parë edhe unë atë dokument. Ai dokument nuk është bërë në fshatin Gradec, ashtu siç ju ka thënë kundër kandidati im, ajo është bërë në fshatin Dobërdoll. Gjoja se është marrë ujë në një shkollë ku sipas atij dokumenti, i cili nuk është valid, se nuk ka as datë ku është marrë, cili nga inspektorët apo cili institut është ai i cili e ka bërë atë analizë, në çfarë kohe dhe ai dokumentacion ka shumë mangësime. Sa më duket mua, ai është bërë një dokumentacion vetëm për propagandë politike, nga tani është shumë e turpshëm, po sigurisht që qytetarët duhet të jenë të informuar nga një çfarë hoxhi në fshatin Dobërdoll. Kujtojmë se më 11 janar 2026 do të mbahen zgjedhjet e përsëritura lokale në 4 komuna. Protesti zgjedhor do të zhvillohet në komunat Gostivar, Mavrov dhe Rostush, Vrapçisht dhe Qendër Zhup.